Imagjino me punu çdo ditë, po mos me pas kontratë punës. Po, një nga problemet më ndaja tregut punës Kosovë është puna pa kontratë e grave. Sipas shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vetëm 24% e grave janë të punësuara me kontratë punës. Por sipas njohësve të ekonomisë, kjo nuk do thotë se mbi 75% janë të papuna. Ato zakonisht punojnë, por nuk janë të regjistruara si të punësuara, rrjedhimisht nuk ju paguhen kontributet pensionale dhe nuk ju nevojitet përvoja e punës. Këto hyjnë kryesisht punët mirëmbajtje, restorane, rrobaqepsit, dyqane, punë familjare në bujqësi. Por cilat janë arsyet kryesore që ndodh ky fenomen? Bizneset i shmangin taksat, punët familjare dhe kujdesi për fëmijët, kontratat përkohshme që nuk rinovohen. Por jo çdo herë është problemi tek punëmarrësi. Sipas raportit Rrjetit të Grave të Kosovës, disa punëdhënës përdorin kontrata pa të shkurta për t'ju shmangur pagesës së leonisë ose për të larguar gratë pas lindjes së fëmijës. Sipas raportit për tregun e punës të ASTK-s në vitin 2024, 21.2% e grave në moshë pune ishin të punësuara, ndërsa te burrat kjo përqindje është 55.9%. Shkalla jo aktivitetit tek femrat është më e theksuar në 74.1%, krahasuar me meshkujt me 39.4%. Gratë po mungojnë vetëm në statistika, por nuk po mungojnë në punë. Sa ma shumë që po flitet për këtë problem, aq ma shumë duhet të rritet mundësia që puna atyre të njihet dhe të vlerësohet.